Mikena, a duhet që t'i besoj mendimeve negative që i kam gjatë një episodi ankthi apo atak paniku? Jo, nuk duhet që t'i besosh sepse ato mendime nuk janë të vërteta. Por truri t'i çon ato mendime që me të mbrojt. Do me thonë, ju do të kuptoni rreth parë që truri jo nuk na e don të keqen, por është ashtu i programum që sa herë me na rujt sigurinë tonë. Është shumë e rëndësishme që t'i vëzhgojmë këto mendime, por mos t'i marrim me rëndësi të madhe. Është e njëjta gjë sikur nëse dikush ju thot diçka dhe ju e besoni, atëherë ju po ja çoni fokusin dhe po ja jepni rëndësinë. Dhe nëse ju vetëm e vëzhgoni dhe e ktheni prap fokusin tek vetja juaj, atëherë ju e qetësoni veten. Pastaj është shumë e rëndësishme që t'jeni tani dhe këtu. Do me thonë me ushtrime shumë të thjeshta, sot e kam sjell edhe një furçe të thatë dhe me anë të kësaj furçe të thatë të trupit, ju mundeni që të ktheheni në moment. Kjo është edhe shumë e mirë për t'ju rrit në mëngjes edhe energjinë e juaj. Do me thonë ju mundeni në mëngjes kur të qoheni me njëherë nga krevati që ta fërkoni trupin nga poshtë lart komplet dhe pjesën e këmbëve dhe pjesën e kraharorit dhe kudo në trup dhe në pjesën e zemrës. Dhe ktheheni po ashtu në moment qatë një episodi ankthi apo kur keni panik atak, sepse është shumë e rëndësishme që të kuptojmë dhe të mësojmë shumë mirë, miq të dashur, që ankthi është aty për një arsye, edhe pse e di shumë mirë nga eksperienca ime që nuk e kuptojmë në fillim, sepse është një ndjenjë jo e mirë dhe ne ndjenjat e mira nuk i dum që t'i pranojmë dhe nuk i dum që t'i akceptojmë. Por duhet kuptoni që vetëm nga këto ndjenja ne e marrim mësimin më të madh. Nuk po ja them tani me ju qetësu ndoshta vetëm për momentin, por du që t'ju tregoj një rrugë se si ju ta gjeni shërimin e juaj shpirtëror, sepse si ankthi, si paniku, nuk ka ardhur pa arsye në jetën e juaj. Prandaj jeni të duroshëm. Nëse nuk mundeni të bëni shumë gjana, është shumë normale, niseni ju lutem me hapa të vegjël. Në mëngjes kur çoheni, rregullojeni krevatin, dilni në balkon. Nëse s'mundeni me bë lëvizje shumë, përdoreni këtë furçën. Do me thënë bëni hapa të vegjël dhe kuptoni që atë smundje ndoshta që ju e quani, por nuk është smundje, ka ardhur dhe është dash një kohë gjatë nga shumë përvoja. Do me thonë që trupi jot kërkon shumë kohë, shumë qetësi, që të kthehet prap në mënyrën që ai e ka të domosdoshme. Dhe nuk do të thotë që ajo mënyrë jetese që ti e ke pas më herët ka qenë e mirë për ty. Prandaj të lutem, ki durim, prandaj mos ju beso atyre mendimeve, por lidhu me veten, me zemrën, se aty është edhe Zoti, aty është jeta, aty është dashuria dhe kjo je dhe ti. Të përshëndes.